Shikues të emisionit Uniko, kemi ardhur në fshatin Peshkëpi të Pogradecit për të marrë në intervistë Bledi Anxhon, një nga të dyshuarit kryesor për vrasjen e Martit Çeçës. Ai që më bëri përshtypjen në këtë fshat është varfëria ekstreme, banesat e shkatëruara dhe braktisja. Po shikoni dhe shtëpitë e tjera. Në shtëpinë më sipër jeton Bledi Anxhon, i cili momentalisht për të cilin po përkujdeset kushëriri, por që motra e tij ka bërë një kërkesë që ta marrë në fshatin Polent të Korçës. Do ndiqni detaje interesante nga intervista me Bledi Anxhon. Di të shkruaj dhe të firmos Bledi Anxhon, cila është e vërteta deklarimeve që ai ka bërë me datën 17 qershor 2022 dhe me 11 gusht 2022, deklarata të cilat është thënë që janë nënshkruar dhe firmosur nga ana e tij. Për më shumë, ndiqni intervistën ku do të ndiqni me gojën e tij. Është i përfshirë, ka dieni apo jo Bledi Anxhon nga fshati Peshkëpi e Pogradecit në vrasjen e Martit Çeçës në Kolanec të Maliqit? Na ndiqni të hënën në orën 21 në kanalin e YouTube-it.